pozita e Kosovës në aspektin gjeopolitik për sa i përket sigurisë. A mund na i jepni disa informacione, me qenë se opinioni ju njeh si mirë i çështjeve të sigurisë? Kemi thënë zakonisht bota është të trazuar, tashmë e ka marrë një farë lloj kulminacioni të trazimit të saj dhe ka një periudhë tashmë disa vjeçare që po ndron çdo ditë më shumë, po ndron jo vetëm fuqia e shteteve apo e poleve në rendin ndërkombëtar, por po ndrojnë edhe interesat dhe po ndrojnë edhe nga pak edhe aleancat, respektivisht raportet mes shteteve në kuptimin e sigurisë dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Normalisht që në këtë rrafsh, rajonet e vogla, sikurse që është rajoni ballkanik, është tensionuar dhe ritensionuar edhe për faktin se ne edhe ma tutje kemi një mashtë të Rusisë, që është Serbia, e cila po vazhdon ta paraqet rolin destabilizues për këtë rajonin dhe tjetë ajo, ta themi ai shteti i cili ka synime edhe territoriale hegemonike ndaj fshinjve të vet. Fatkeqësisht, gjatë këtyre viteve, Kosova nuk ka arrit ta ndërtojë një platformë të qartë, nacionale, kombëtare, për ta përmirësuar, respektivisht për me promovu dhe garantu sigurinë e vet kombëtare.